Demonët më thanë ta bëja. 18 vjeçareja vritet të futet në bagazh, arrestohen i dashuri dhe nëna e tij. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Pensilvanin, ku një studente 18 vjeçare u vra me thik ndërsa trupi i saj u gjet më pas në bagazhin e një makine të braktisur pranë kampusit të Universitetit Penn West. Viktima Caroline Haynes dyshohet se u vra nga i dashuri i saj, Royce Mosher, i cili pas krimit kërkoi ndihmën e nënës së tij për të fshehur trupin dhe për të pastruar gjurmët. Sipas autoriteteve, ngjarja ndodhi të mërkurën në mbrëmje më 19 gusht në North Strabane Township. Haynes ishte takuar me Mosher për të diskutuar lidhjen e tyre dhe të ardhmen e marrëdhënies, ndërsa 18 vjeçare po përgatitej të niste vitin e parë në ekipin e futbollit të femrave të universitetit. Gjatë bisedës, situata dyshohet se u përshkallëzua. Mosher i tha të resë se kishte diçka për të, shkoi në kuzhinë dhe mori një thik. Pak minuta më vonë ai u kthye tek automjeti dhe goditi Haynes në gjoks. Pas vrasjes, Mosher dyshohet se vendosi trupin e sëres në bagazhin e makinës dhe shkoi në shtëpinë e nënës së tij, 57 vjeçares, për t'i kërkuar ndihmë. Sipas policisë, nëna e biru përpoqen të pastronin rrobat dhe automjetin nga gjurmët e gjakut. Më pas, ata udhëtuan drejt California Borough dhe braktisën makinën pranë bibliotekës. Ndërkohë, familja e Caroline Haynes kishte njoftuar policinë pasi 18 vjeçare nuk kishte kthyer në konvikte, nuk kishte komunikuar me ta. Gjatë kërkimeve, autoritetet gjetën trupin e saj në bagazhin e automjetit. Parajtuesve, Mosher dyshohet se deklaroi se ishte pushtuar nga një demon dhe se demonët i kishin thënë të kryente vrasjen. 19 vjeçari u arrestua të njëjtën mëngjes të përballet me akuza për vrasje, manipulim provash, përdosje të mikufome dhe pengim të drejtësisë.